Në Mallakastër vijon betejë me flakët për të 5 ditë me radhë. Aktualisht në terren po operojnë efektiv të forcave të armatosura, mjete zjarfikse, efektiv të shërbimit kundër zjarreve, si dhe punonjës të bashkisë. Ndërkohë që ka nisur edhe operacioni nga ajri për shuarjen e zjarreve, aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Edhe në zonën e Dajtit në Tiranë vijon puna për shuarjen e zjarrit, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Prisk dhe Çakallesh, gjithashtu vijojnë operacionet pa rrezik për komunitetin. Në qarkun Elbasan vijon puna në vatrat e Shqiponjës, malit të Dardhës dhe Mjekësit. Zjarri në Shqiponjë është nën kontroll, ndërsa vatra në malin e Dardhës është izoluar. Në Kostrën 2 të bashkisë Berat vijon puna për shuarjen e vatrës së riaktivizuar me angazhimin e forcave dhe mjeteve zjarfikse. Operacionet për shuarjen e 8 vatrave të zjarrit mbështeten në terren nga forcat e armatosura, 3 helikopterë dhe avioni Air Tractor i forcës ajrore.